Aisha radiallahu ta'ala anha ne ka transmituar njëve 1/4 e fesë. Do një gru veç ka transmituar 1/4 e fesë haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pjesën e mbetur krejt burrat e tjerë dhe gratë tjera e kanë transmituar. Në mushën paramnu çfarë barë të diturisë ka pas mbi supët e saj Aisha radiallahu ta'ala anha. Djali i motrës së saj Urwa ibn Zubairi, në djali i Esmas, e ka shfrytzuar afërsinë që ka pas me Aisha radiallahu anha si teze dhe ka shpeshtuar shkuarin e tij tek ajo që të merr hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në çdo takim Aisha po ja jap nga 5 hadithe, nga 6 hadithe, nga 10 hadithe kështu me radhë. Derisa dikur Aisha radiallahu anha e vreti se ky njeri po i pëlqen kjo metodë. Do po vjen po merr dhe pastaj të tjerë po e presin atje me mall, çka tha Aisha. Atëri tha Aisha radiallahu ta'ala anha, o biri i motrës time, çfarë ke bërë me ato që deri më tani ti kum kallzu? Çka u bë me ato hadithe? Ku më të? Ka thënë Urwa ibn Zubairi, kam vepruar oj nëna e besimtare me disa i kom shtin punë, po disa kanë me qështut, veç dije. Atëre Aisha radiallahu ta'ala ja ka thonë një fjallë që një të gjithë duhet t'ja thojmë vetës të në vardimësi, aja është la tukthir min hujjajillahi alejk. Mos i arrit dhe mos i ashta argumentet e Allahut kundër të jeptë. Kjo nuk është dekurajim kundër ligjëratave, larga saj. Duhet që sa më tjerë me pas ligjërata. Mi për në anën tjetër, apo nuk duhet mjaftuar që ne këtu të vim si ndëgjues vetëm. Apo edhe në disa raste edhe si gjykues, sot a i sharë hoxha mirë, a se sharë hoxha mirë. A foli diçka të reja, po gëtë si shbu gati mirë e kështu më radhë. Jo kështu apëtë. Po të vim në këtë ligjërat, do të tëtë si ata që janë të uritur, dhe që janë të sigurët të bindur, se mua atje ku janë duke shkuar, ushqimi që kanë me marë do t'i mbanë së gjalli. Në qofë se kështu shkojmë, atëherë me përgjësi të ndëgjojmë, me përgjësi të kuptojmë, dhe me përgjësi të dalim për i këtu dhe të veprojmë jetën tonë të përgjësime.